Ardit Beshiri është dukur që prej ditës së shtunë 3 maj. Ngjarja ka ndodhur në qafën e Burrelit në fabrikën e pasurimit të kromit, aty ku po punonte me një automjet fadrom për gryrjen e një rezervuari. Në një moment u shep një masiv dheu dhe përpasoj e zuri poshtë bashkë me mjetin e punës. Forcat e amartosura, policia e shtetit si dhe banorët e familjarë të Beshirit vijojnë kërkimet në një terren të vështirë malor, ku sasia e madhe e materialit të rrëshqitur është vendosur disa kilometra më larg. Familjarët kanë bërë apel për shtimin e forcave në operacionin e kërkimit, ndërsa shpresat për gjetjen e tij po venitin me kalimin e orëve. Babai i tij, Neim Beshiri, bëri apel institucioneve që të shtojnë kërkimet me metoda të specializuara pasi kërkimet në këmbë janë të paefektishme për shkak të terrenit, të thepisë malore dhe materialit që është shpërndar kudo. Nerimi kërkon që të ketë një shenjë të djalit në mënyrë që të ketë mundësi që ta kujtojë. Kërkoi ndihmë nga shteti të gjejë një ringisht dhe ta çojë te shtëpia e familja, se nuk ka gjë më të madhe në botë të humbasësh djalin. I bëj thirrje shtetit të sjellin aparatura që të specializuar mjete të gjejë djalin e ta çojë te shtëpia, të diku të hedhë një tuf lule. Ka 3 ditë që vijmë kërkojmë këtu me lopata, pas një lloj mjeti, po patët mundësi, ndihmojeni si shtet, tha ai me lotët në sy.